Susi më i mirë i PS-s është Tërmet Peçi, deputet i ri. Ka lezet. Për të sekund Tërmeti është shumë i suksesshëm dhe ka bërë Tërmet atje poshtë. Nuk kemi që i themi Tërmet Peçit për këtë punë. Vazhdojmë tjetër mesazh. Orflavio, ç'lloj kryeministri është ky mo? Nuk e shikon ky popull la nam, thot. Më duket se shkruan nga jashtë, s'ka mundësi. Neve këtu na pëlqen shumë. Ta kanë thënë edhe më parë që këtij kryeministri ky i ka lëshuar pllumat dhe laraskat, don t'i mbush mendjen të kthehen në Shqipëri emigrantët të investojnë sot dhe nesër të falimentojnë. Ori i thuaj këtij sa do propagandë bëj në 11 maj të shkojë të punoj ullinj në qoftë se ka. Dohet ketë atje me aq toksa ka atje në Surrel, do ketë edhe ca ullinj. Vazhdojmë me të tjera mesazhe miq të dashur apo telefonat. Telefonat më mirë. Më mirë telefonat. Më pak e mundimshme. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, me sugjeta. Mirë se erdhe. Si duhet të jetë parlamenti i arshëm? Po. Parlamenti i arshëm duhet të jetë ashtu siç e mendojmë ne ti. Si? Me qenë duhet të jetë parlament që punon për popullin, ministrat e kryeministrit duhet të jetë siç është i drejtë i pastër Sali Berisha. Okay. Po, si do të jetë parlamenti ne e dim si do bëhet, po duhet kam mora diçka tjetër. Po. Oraj, Berati, Buzhala, nuk e shok mo ka flet si njeri. Po, se ka me qef këto ko? Ka marrë 250.000 euro nga firma Gjoka Gjoja për reklamamena dhe ja ka dhënë 2 veta një lokal, ka dhënë ka tje mos formo për Partinë Demokratike. Nuk e di këtë. Ja ka firma Gjoka ja ka çuar në Prishtinë me bank, Gjoja me rregullore, Gjoja pa i farë reklama për diçka nuk e di. Ndoshta. Nuk e Kur e shoh ma disi mu ka vështirë si njeri. Ju uroj sukses me një mbret Partisë Demokratike. Okej. Edhe kalofshi ditë marë. Gjithashtu edhe ju, zotri. Viktori nga Vareza na thot, parlamenti i arshëm po fitoi djatha, ka përqen parlamenti i Shpatës. Edhe ajo Shpata duhet preu shumë për ta pastruar Shqipërinë. Qëndron, mirëmëngjes Flavio, mendoj që me ardhin në qeveritë opozitës me kryeministrin e ardhshëm doktor Berishën, këto bi e nipër të komunistëve nuk do jenë më në parlament, nëse prokurori i gjykatës do ta zbatojnë ligjin me përpikmëri për vjedhjet galopante të taksave tona dhe për fondet europiane dhe ato të SBA-me. E pa Europa, nga që s'ka ndryshuar, e gjitha, është avash akoma, nuk është duke kërkuar lekët e veta. Çiko lafi, po gjëra kështu. Sapi lafi. Mirëmëngjes dhe një ditë të mbarë do dëshiroj që parlamenti i ardhshëm mos ketë kriminal. Edi Rama e mbushi me kriminal, e them me dhimbje. Do zoti vjedh fundi kriminalëve. Ajo është një shpresë dhe një lutje e të gjithë qytetarëve. Buongiorno Flavio, buongiorno. Tani do ta dërgoj nga Italia një kufje të harit, se na hoqë zajrin me atë kufje që del çdo 3 sekonda. Jo, nuk punon të fare. Për të qëndron mirë si shpata e drejtësisë, po ti dëgjoj, po të lejon zemër çoj kufjen, kushta jo këtu me qëra fjala. Pranojmë kufje nga Italia, korruptohemi me kufje të mira. Nga Vlora na thot, nga pjesa e PD-s janë të ndershme, kurse nga ashtu quajtura PS ose Rilindja, Flavio Safet Gjitsi është fut në grevurie. Për një arsye që nuk e them dot. Dollar, këtë sa e kamzës. Mirëmëngjes, jo trim na thot Gim Rogozhinsi, Rama i ka dorëzuar Shpatën drejtësisë për ta pastruar qeverinë nga tumoret, Velian, Qorrin, Beqen. Qorri ishte Sajmir Tahiri, e tjerë i pastroi, por harron që ai është koka e metastazave në Shqipëri. Poshtë gjelatët e komunizmit. Ja ka dorëzuar Shpatën, nguli, ka thënë. Mirëmëngjes, Flavio, parlamenti do të jetë me njerëz të rinj, dhe kë kemi gati me? Mukën e? Hajta të gjejmë që kësën, është lezetshëm toga. Në zyrën e shefës kabinetit hyn kryeministri. Po. Po kryeministri ishte vetëm me mbathje. Sikur sapo kishte dalë nga krevati dhe futet në zyrën e shefës kabinetit. Dhe kështu është gjithë, dhe kështu, po, me brek. Dhe ky është i gjithë sistemi i edukimit, pra sistemi i edukimit është gjithë njerëz cilët ne kemi në shtet, që vinë në takime të rëndësishme me brek, pra pa përgatitur dhe nuk e kuptojnë rëndësinë e problemit që ne kemi me trurin në Shqipëri. A i rritë gjithë shteti... Sekund, lejmë shtetin. Shteti, do të tjetërin burri botës me brek, të të shteti. Se ne të vazhdojmë me të tjera mesazhe, vini ka të drejt, nuk punohet për 900 euro, se me kaq pak sa duen,
38 muaj për të pirë një shishe verë nga ato që pi sultani, por pa çuar asnjë lek në shtëpi. Për normale. 33.600 euro Romane Konti, ka që reklam sa i kam bërë unë Romane Kontit, i bëj një apel kantinës, ma qoj një shishe se vetëm mund t'ju kem shitur, nuk e ditë, disa arka nga ajo vera, kështu një shishe për Flavio Qarrin, do e përdor si investim, as nuk do e pisë, nuk pi më fatkeqësisht, po do e këmbem në garazh, me në makinë luksoza, nuk e di, do bëj bamirësi. Me një shishe Romane Konti unë të them që ja kaloj dhe Arbër Ajdarit dhe Elvis Naçit. Nuk e di, kam një përshtypje që po. Po ne, se kjo është një histori tjetër. Mirëmëngjes, o djalë, në këto 12 vjet për arsye të brekushes, parlamenti ka qenë mbushur me kriminalë dhe anëtar të bandave të Rilindjas. Si duhet jetë? Mendoj se aty duhet jetë njerëz me integritet, formuar, jo të lidhur me krimin. Nuk besoj që Rilindja do përzgjedhë deputet të pastër, por hajdut. Kalofsh mirë, në thot Abazi nga Tirana, gjithashtu Abaz. Turizmi te ne nuk ekziston, thot një mesazh, të gjitha subjektet tregtare mbyllur, nga Plepa deri në Qarret. Tek tuk në kafene vetëm me pronarin brenda. Bëni një reportazh, ju lutem. Pse nuk e bën me ligj sultani jon rrogën minimale 1.000 euro, se të gjithë ata që pyeti merrni nga 1.200 euro e sipër. E bukur, provokimi i bukur, po 1.000 euro zeza. 1.000 euro zeza. Ku 1.000, ku me qa? Po ne, se s'ka që ju e dini vetë më mirë se unë. Mëngjes Flavio, ore djalë, lexoj gjithë komentin të lutem, po i vjen era jashitje Spakut, çfarë ka ndodhur dje? Intereson se Mosvall kanë arrestuar Ylli Manjanin, se atëherë Edi Ramës vetëm kur të bëhet nami dhe marrin veç pas kanë qenë. Dhe ka dërguar një mesazh që është akoma më brutal, edhe më thotë të lexohet komentin të plot. Është emision mëngjesi, ky ka njerëz që janë në shtëpi me kalamajt. Imagjino sa spektakolare do ishte në një emision live në orën 8 pečërek, unë që lexoj të plot një mesazh me një gjuhë të ngjyrosur, spektakular. Do ishte shumë gallat, e di që absolutisht skandaloze, por do ishte gallat. Vazhdojmë me telefonat, alo, mëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë keni temën si duhet jetë parlamenti, po ajo dihet si duhet parlamenti kur deputetët i fut kryetarin listë dhe i mbyll atje. Pa konkuruar drejt për drejt nga vota e popullit. Atë shprehu dhe kryetari i opozitës dje tha që pavarësisht se si dolën ata primare në fund i vendosun, ç'do të thotë kjo? Si ç'do të thotë kjo? Po ç'do të thotë kjo që ata fiton në bazë primareve, në bazë votave që marrin. Ajo është duhet të zgjidhet me merit në vota e antarëve. Po pra, u zgjodhën. Simpatizantëve. Po ai sa po e deklaroi mbrëm në lajme që thotë tash në fund do i vendosun nuk ka rëndësi se si dolën në primare. Atëherë ç'a konkurimi bën ata? Ja një sekond të ta përcjell të plot situatën e deklaratës. Çështja është për ato vendet që u pyet në atë moment për ato që ishin poshtë 140-s dhe në rastet kur s'kishte plotësim vendesh. Po nice, mos ti ngatrojmë. Po pikërisht, ajo është duhet të jenë listat, mendimi im është duhet të jenë 100% të hapura, që deputeti duhet vej që voton populli, jo voton kryetari, se atëherë ai do jetë i detyruar që dhe në votime në parlament do ngrë votën çfarë thot kryetari, çfarë thot zona e tij atje ku përfaqëson. Po jo tamam se e para njëherë kryetari i PD-s është i sapo mandatuar apo jo? Jo i PD-s, them kryetarët në përgjithësi të partive. Po tash vetëm PD-ja ka për primare dhe ata të tjerë i vendos kryetari 100%. Dakor, ajo si primare është shumë rrugë e mirë dhe ajo do të thotë merit, do të jenë të gjitha në atë linjë. Duhet të jetë plotësisht e hapur lista, 100% dakord me ty, po. Po. Tu kush i ka të hapura listat 100%? Asnjë si ka, ndaj dhe ai që bëri që gjë e mirë, shumë gjë e mirë që bëri. Po dhe ai tani në fund e diktoi thotë, nuk ka rëndësi si dolën thotë në fund i vendosun. Ç'kuptim ka kjo? Jo, nuk ishte ashtu, po s'ka problem ti nëse e lexove ashtu. Deklarata pas në lajme para se të fillohet kjo emisioni. Po pra, ishte për vendet bosh poshtë 140 vota, 140 pëlqimeve për kandidat. Se kishte shumë vende bosh. Në Tiranë, për shumë, ishte një diskutim për Tiranën ai, për Durrësin e tjerë. Sepse në diet tham 40 deputetë diskutojnë në parlament, 100 të tjerë janë kota atje, vetëm sa për të nditur kartonin. Nda unë thashë dhe dje mendimi duhet bëni një temë, a jeni dakord për të ulur numri deputetëve?
kjo duhet të dalë me përqindje sa kjo pyetje që kemi shkruar, kjo pyetje që kemi shkruar se si duhet të jetë parlamenti i ardhshëm e përmban përgjigjen mund të jetë më i vogël. Faleminderit shumë për telefonatën. Doli mbrëm një kukull e Ramës dhe tha pezullohen regjistrimet për punëtor. Sa e bukur kjo nga qeveria e Dute. Ka mbush administratën plot me servila dhe patronazhista, ka 12 vite. Ma bë çik llogarin me një rrogë 300 vjetra minimale, nuk ka rrogë 300 vjetra, nga taksat tona ikin i 500 që e pakta. Dhe për punëtorin që rrikot, për më e bukura kur thot rrogat në Shqipëri janë më të larta se në Greqi. Këtu nuk t'i japin 250.000 vjetra, Rama thot për 1.500 euro. Shiko çfarë dy fytyrësh. Edhe andej do t'i prishi punë. Prandaj me këtë sa ata nuk e din fare në fakt. Nuk kanë se nuk do punojnë kryeministri, jo. Andi Llabuti do linjën me të shpejt. Zotëri, si duhet të jetë parlamenti i ri i ardhshëm? Parlamenti i ri i ardhshëm duhet të jetë kështu. Këta të vjetrit tani nuk bëjnë më se kanë 30 vjet. Po ata njerëz, po atë rregull, po ato direktiva që kanë pas që në 91. Shqipëria nuk është se nuk ka të ri, po kemi vetëm plekt, ne plekt na ka marru mandatit, jemi pensionistë tani. Ku janë të rinjt? Të rinjt, ka të rinj sa duhesh, në përshkolla, ka doktora, ka intelektual, ka jurist të mirë, ka avokat shumë të mirë që unë atëri që të ashtu. Edhe këtë parlament që unë të të shkrijet fara Allah, si haren ata gjithë shfarë lafesh aty, o turp kush në gjonë në atje, turp kush në gjonë edhe fëmit, edhe... Tani nuk e di, kemi më zotrin? Ishte audio e ti, tharë se ishte kufja ime, do i thoja ti nga Italia, dërgoj shpejt atë kufje së është urgjente, po pas ka qenë problem teknik. Ta mbaroj mesazhin e mirit nga Fieri, me dy fytyra do t'i prishi punën dhe andej prandaj, me këtë nuk ka zgjedhje. Rama i ka mbushur kutit që tani, synimi Ramës ka qenë shkrije e gjitha partive dhe kjo është realitet. Gjithë shokët i kanë burg, tregon se sa të mban dhallat, të mban lalat. Të përshëndes tot mirë nga Fieri dakord, amon mërsi mori ka shumë vota. Filani, në primare nuk e njohim strukturën e partisë nga brenda, kështu që më duket pak paragjykimi tepërt. Megjithatë ne do kalojmë në shkëputje vogël publicitare, do të rikthehemi pas pak miq të dashur, sigurisht në kafe shqeta.